Kemi telefonata, pastaj përgjigjemi telefonuesës tjetër. Alo? Përshëndetje. Po, nani? A dhe jërët folje namazin pijame. Më dëgjohet? E qartë. Edhe dyta, dashta me pyet vëzën, a dhe jërët vardimi namazin ka habit në rekatën e dytë, dhe selam ka habit në nga një radhe, i janë 4 rekate, ka habit në dytën dhe selam, a me vazhdu, a me së do ke filimi. E qartë. Po dhe selam, në rekatën e dytë, po janë 4 rekate. A kuptove? Po, faleminderit. Kështu, kjo pyetje më të shumë. Dhe një herë të regohë se një Dhe garant është pyetje për namazin e sabahut. Të regohë se një herë kanë pyet një hoxh edhe kanë thënë kështu, qoftë se ti në pijame në shpitane, edhe të thirr dikush te dera, një musafir, një faturar, dikush për një fakturë, për një problem dikush, a del të aj me prit me pijama jo? E që zakonisht përgjigje jo, valla, unë zdal të kapigjiki me pijama. Atër pra, asë mos u falë me pijama. Mirë po, nuk muj me thonë që mu falë me pijama, namaz është i pasakt. Jo, namaz është i sakt. Për disa pijamat e plotësojnë kushtin e rrobës. Që do më thonë, janë të gjata, janë të trasha, sa nuk duket lëkura, ngjyra e lëkurës, e mbulojnë trupin mirë, nuk janë të ngushta sa me vizatu trupin, do më thonë, namaz është i sakt. Mirë po, shiko, nga njëherë, nuk do të na t'i plotësojnë vetëm ato minimumet. Po të kalojnë pak edhe mbi minimum. Ma mërë mene se me veshti për pantolla ma shumë se 10 sekunda si merë. Thot, nëse jam duke falur namazin 4 rekatësh dhe në rekatën e dytë habitem jap selam, të ngritem, t'i falë edhe 2 rekate, apo ta përsëris tër namazin? Jo, nuk ka nevoj me përsërit tër namazin. Për atë është e liqshme sejdja, sejdja e harresës. Në këtë rast, kur e ki namazin 3 rekate, apo 4 rekate, dhe jep selam harën, gabon, jep selam 2 rekate, për drejsa ti e që aty, të kalan në mërë më njëherë, thu Allahu Ekber, që është në kam, i vazhdojnë edhe 1 rekate, që është namazë e akshamit, ose edhe 2, që është drejka i këndia edhe jacia, pastaj në fund, jep selam nanën e djathë, i ban 2 sejdë, jep prap selam edhe përfundoj çdo gjë, çdo gjë është në rregull.